Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten një aleat kyç i NATO-s dhe një partner strategjik i Europës për në vitet në vijim që do të japin përparësi gjithnjë më të madhe sigurisë së brendshme dhe frenimit të Kinës. Sipas strategjisë së re të mbrojtjes së publikuar një ditë më parë, dokumenti nënvizon se Washingtoni do të vazhdojë të luajë një rol qendror në Aleancën Euro-Atlantike. Megjithatë, paralajmëron një rishikim të pranisë ushtarake amerikane në kontinentin evropian në përputhje me prioritetet e reja globale. Strategjia e re e mbrojtjes thekson qartë se pavarësisht angazhimit të vazhdueshëm në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet dhe t'i japin përparësi mbrojtjes së ADO dhe frenimit të Kinës, e cila konsiderohet si sfida kryesore strategjike për sigurinë amerikane dhe rendin ndërkombëtar. Në këtë kuadër pritet që vendet aleate, veçanërisht ato europiane, të marrin një rol më aktiv dhe udhëheqës përballë kërcënimeve rajonale që prekin drejt për drejt sigurinë e tyre. Në dokument theksohet se në Europë dhe në rajonet e tjera të botës, aleatët do të përballen me drejt për drejt me rreziqe që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësohen si më pak të menjëhershme, ndërsa Washingtoni do të ofrojë mbështetje thelbësore por të kufizuar, kryesisht në aspektin strategjik, teknologjik dhe logjistik. Ky ndryshim sinjalizon një riorientim të përgjegjësive brenda aleancave ekzistuese dhe një shtytje për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të partnerëve. Publikimi i strategjisë së re të mbrojtjes vjen pas daljes në mesin e dhjetorit të strategjisë së re të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila u interpretuar gjërësisht si një largim nga tradita e bashkëpunimit të ngushtë transatlantik që ka karakterizuar politikën amerikane për dekada me radhë. Ajo strategji argumenton se qasjet e mëparshme kishin neglizhuar interesat kombëtare amerikane, duke i dhënë prioritet mbrojtjes së vendeve të tjera në dëm të popullit amerikan. Në këtë linjë, qasja e re udhëhiqet nga parimi Amerika e para, duke reflektuar synimin e administratës për të balancuar angazhimet ndërkombëtare në nevojën për të forcuar sigurinë dhe mirëqenien brenda vendit. Megjithatë, dokumenti lë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të heqin dorë nga aleancat e tyre tradicionale, por do të kërkojnë një ndarje me të drejtë të barrës dhe përgjegjësive në skenën globale.